Ne kem angazhu në Ministritë të Jashtme ekipet të tona dhe ekipet tona të ekspertëve vendorë dhe ndërkombëtar, dhe mbi gjithë ndërkombëtar, kem pas 2-3 britanik, 2-3 amerikanë që janë marrë me atë temë, kanë konstatuar që temat të tilla të trafikimit të organeve janë përdorur në vitet 70-ta, 80-ta në Afrikë, në Amerikë Latine, po të hynë në Google, mund gjani studimet e tilla, prodhimet të cilat i ka bë KGB-ja për të godit projekte politike dhe çka unë sot mendoj që ka qenë totalisht gabim, ka qenë presioni, vendosmëria e perëndimit për të pranuar një raport i cili ka qenë prodhimi i luftës hibride, një dezinformat, si një fakt të mirëqen dhe për ta detyruar qeverinë e Kosovës dhe institucionet e Kosovës që të merren me formimin e gjykatës speciale, e një raport i cili sot e kësaj dite nuk është përmend asnjëherë në gjykatë speciale, një diskurs perëndimor, publik, diplomatik, politik, ku neve na shton vazhdimisht duhet të largohen këto rrete zeza mbi Kosovën, rrete zeza të cilat i ka prodhuar raporti Dick Martit, do thotë një lloj goditje e cila mendoj që ka qenë një kurth e madhe në cilën ka ra perëndimi dhe për cilën sot e kësaj dite po paguajmë një çmim të madh ndërkombëtar.